Mirëmbrëma dhe mirë se ardhët në Nerv. Musafiri i son tëm ka studiuar në Universitetin e Prishtinës në vitet e 70-ta për sociologji dhe filozofi në Fakultetin Filozofik të këtij universiteti. Mandej pas studimeve në Universitetin e Prishtinës ka ndjek studimet e shkallës tretë ose magjistraturës në Universitetin e Sarajevës. Në fund viteve 70-ta ka qenë asistent i profesor Femi Aganit në Fakultetin Filozofik të Universitetit Prishtinës. Në vitin 1981, në protestat, demonstratat e studentëve të Universitetit të Prishtinës, nuk ka qenë organizator, por ka marrë pjesë në këto demonstrata, i kam mbështetur dhe për këtë arsye edhe është dënuar prej pushtetit të atëhershëm. Sonte me të do të diskutojmë jo vetëm për demonstratat e vitit 1981, por edhe për një mori ngjarjesh të rëndësishme historike që kanë ndodhur para këtyre demonstratave e pas demonstratave të vitit 1981. Profesor Shemsi Reqica, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në Nerv. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Unë kisha dashur me nisë me demonstratat e vitit 81, po ndoshta kishte qenë më mirë me nisë edhe pak më herët. Më intereson, çuçi ke pa gjendjen politike, sociale, ekonomike, arsimore të Kosovës në vitet e 70-ta, kur e ke kryer fakultetin, mandej ke ndjek studimet e shkallës tretë në Universitetin e Sarajevës. Cila ka qenë gjendja politike, ekonomike, sociale, edukative në Kosovë sipas? Gjendja në atë kohë pa të ndryshuar shumë, sidomos në vitin e 74, ndryshoi gjendja shumë, hapja e universitetit u mirëprit jashtëzakonisht shumë, u mirëprit jo vetëm nga studentët, nga intelektualët, profesorët e tjerë, po interesant që u prit mirë nga masat popullore në përgjithësi. E di në atë kohë, për shembull, rektori i parë ishte Dervish Rozhaja. Emri Dervish Rozhajës në atë kohë njihej jo vetëm nga intelektualët, po edhe nga fshatarët, edhe nga rinia e tjera. Domethënë, na u duk që ka filluar një epokë krejtësisht, një epokë e re, sidomos tani po them me universitetin edhe me shkollimin. Prandaj ju kthem studimeve me një zell të jashtëzakonshëm në atë kohë, edhe ishte një privilegj i jashtëzakonshëm të ishe në atë kohë student. Por sidomos mas tani më vonë ishte edhe një privilegj i jashtëzakonshëm me qenë profesor në Universitetin e Prishtinës. Ligjërues, asistent kështu me radhë. Një asistent, pastaj komajt edhe ligjërata. Ju nuk keni qenë antari në ndonjë organizate ilegale në vitet e 70-ta, nuk keni qenë as organizatori i demonstratave të vitit 1981, por keni marrë pjesë në demonstratat që janë organizuar prej studentëve me 26 mars 1981 dhe me 1 prill. I keni mbështet ato publikisht bashkë me kolegët e juaj në fakultet, me Ukshin Hotin, Halil Ali Demajn, Idris Drejën, Dem Fetajn e tjerë. Më intereson me ditë pse keni marrë pjesë në këto demonstrata në vitin 1981. Po, si shtat ju, nuk kam qenë i organizuar në kuptimin si quhej në atë kohë ilegalja, por nuk kam qenë as antar i partisë komuniste që thuaj këtu, domethënë. Që është pak e çuditshme për shkak se me qenë ligjërues në universitet, edhe mos me qenë antar i partisë, ha? Po. Kjo ishte shumë interesante dhe kjo pastaj ka pas shkaktuar një farë problemi edhe ushtar kur shkova më vonë. Sepse ju interesonte aty në pse qysh më ke ligjëruar në fakultet. S'ke qenë antar i partisë. Ishte diçka domethënë e jashtëzakonshme, po. Po shiko, viti 81 është një vit shumë interesant, është një vit shumë kompleks. Se kur flitet për vitin 81, në këto debatet që kam dëgjuar tash 45 vjet mund të them. Zakonisht shtrohet pyetja të tenishi, demonstratat, organizimi i tyne, kërkesat e tyne, mirë po nuk shihet në një koncept pak më të gjanë. Për shembull, në vitin 81 kanë ndodhur demonstratat. Mirë po, vetëm pak, në qatë vit, Jugoslavia me gjithë kapacitetin e saj, të njësive speciale, e përdori dhunën për shpërndamjen e atyne demonstratave. Edhe i cilësoj ato demonstrata si armiqësore. Edhe tash një segment tjetër në atë kohë ngritet elita intelektuale edhe elita politike e Kosovës. Dhe qëndrimi i saj ndaj këtyre demonstratave dhe kërkesave të këtyre demonstratave. E në këto relacione tash mendoj unë duhet spjegohet edhe duhet kuptohet mirë çështja e demonstratave dhe e kërkesave të tyre. Tash pse unë personalisht po edhe kolegët e ju, Ukshin Hoti, Halil Ali Demaj, Dem Fetaj, Idris Drejja. Çka keni diskutuar? Pse keni marrë pjesë në demonstratë? Ju e thatë edhe po e përsëris unë që unë për shembull nuk isha organizatori i demonstratave, por nuk ishin as ata të tjerë, sa diu nuk shihni Halili e të tjerët, mirë, por në datën 26 demonstratat shumë, domethënë të mëdha,
mund të them masive, por edhe intervenimi i eger i policisë. Me 26 mars. Me 26 mars ndodhen afër fakultetit tonë, afër fakultetit filozofik, aty ku është kryqëzimi i rrugëve të menxë studentëve. Edhe ne i pam, edhe dolëm, morëm pjesë në ato demonstrata. Edhe më duket shumë ma normale të ishte sikur të bëj pyetja pse nuk mort pjesë në demonstrata, se sa pse mort pjesë në Atyne që nuk kanë marrë pjesë në demonstrata, kur t'i kem këtu do t'ja bëj pyetjen pse s'keni marrë pjesë në demonstrata. Për arsye se ne morëm pjesë për arsye se në radhë të parë ato ishin demonstrata të studentëve tanë, të Universitetit të Prishtinës. Domethënë, ne manim ushtrime, ligjërata, i mësonim ata studentë. Edhe kërkesat ishin të drejta. Kërkesa, në ana tjetër kërkesa e tyre ishte për Kosovën Republikë. Domethënë ishte një kërkesë për barazinë e shqiptarëve me popujt e tjerë që në atë kohë jetonin bashkë në Jugosllavi. Prandaj nuk kishte arsye, edhe e kishte hieshin e vet ne si profesor të marrim pjesë. Edhe t'ju japim vullnet, t'ju japim moral atyre studentëve. E kush ishte pro demonstratave e kush ishte kundër demonstratave? Tash kush ishte pro edhe natyrisht kundër ishin udhëheqësit politik të Kosovës, ata që kishin pozita, po më interesant prej profesorëve, prej strukturave udhëheqëse të universitetit, po edhe prej studentëve. Çfarë shtresa marrin pjesë, cilat shtresa nuk marrin pjesë, cilët profesor marrin pjesë, cilët nuk marrin pjesë. Unë mund të them që në atë kohë kur kanë filluar ato demonstratat, pastaj demonstratat e 26 marsit, pastaj të 1-2 prillit, edhe ne më vonë pastaj fillum ose qem të detyrum me majt mbledhje edhe me diskutue për demonstratat edhe për kërkesat e tyre. Në ato mbledhjet e para mund të them që demonstratat i kanë përkrahur të gjithë profesorët. Asnjë nga profesorët nuk ka qenë kundër demonstratave, të paktën në 3 mbledhjet e para pas 1 edhe 2 prillit. Në fakultetin filozofik. Në fakultetin filozofik, domethënë edhe ishte një disponim jashtëzakonisht i mirë i profesorëve, folshin për demonstratat, për kërkesat e tyre, qeshim, na vinte mirë etj. Edhe më kujtohet në atë kohë një udhëheqës politik serb në krahinën e Kosovës, siç quhej në atë kohë, quhej një Mihajlo Zvicer. Ai ka qenë 3 herë në fakultetin filozofik, edhe temë e diskutimit, temë rënd i ditës ka qenë karakteri armiqësor i demonstratave të vitit 81. Kërkush prej mësimdhënësve nuk i ka dënu demonstratat në atë kohë. Edhe ai është kthye i pakënaqur në komitet prej ku kishte ardhur, edhe tha unë nuk pasna çka me lyp këtu se të gjithë që kanë me demonstratat. Kjo është shumë interesante. Pastaj ishte një lloj pushimi, një lloj pauze. Disa ditë, për të mbledhjeve, sepse ne siç thash në detyronim, na thirrnin në mbledhje të detyrueshme, në mbledhje serike. Mirë po, pastaj kur filluan mbledhjet në serinë e dytë, atëherë u hetu një lkundje të profesorët universitarë. U hetu një lkundje sepse disa prej atyre që i kishin për krah demonstratat filluan me u tërhiq. Edhe filluan me dyshu. Edhe thanë që ne, siç po shohim punën këtu, na është mirë me i përkrah më mirë qëndrimet e Komitetit Qendror të Jugosllavisë për demonstratat. Edhe kështu gradualisht nga një mbledhje në tjetrën filluan me u bë shumicë ata që i dënonin demonstratat, ndërsa ata që i përkrashin mbetën pakicë. Më kujtohet ka qenë një thanje shumë, mund të them, brillante e profesorit tim, tash i ndier Fehmi Aganit, kur erdhi rradha atij edhe e larguan ata prej partisë, edhe domethënë nuk e lejuan me mbajt mësim, edhe gjithë ishin shqiptarë, pak ishin serb, pothuajse të gjithë ishin shqiptarë, edhe të gjithë votuan për largimin e tij, ai me atë disponimin e tij të njohur, me atë humorin e tij të njohur, me atë buzëqeshjen e tij, ju tha shok mos u mërzitni që po shkojmë na, se kadale po bohemi shumicë, edhe ju do të vini ma vonë mas nesh. Edhe do më thonë që kështu mbeti puna. Zësi edhe ndodhë, mandej. Po edhe ndodhi ma vonë, pastaj një grup shumë i vogël mbeten në qëto pozicione, edhe ata
ata u arrestuan. Do me thonë, shumica e profesorëve kalu në anën e visë lidhjes komunistëve të Kosovës, të Komitetit Krajinor. Shumica sigurisht, po mund të them që më shumë se shumica edhe pothuajse të gjithë në gishtat dorës janë numëru profesorët në atë kohë që nuk i kanë pranu vlerësimet e Komitetit Qendror. Ata pothuajse të gjithë ishin parti, këto ishin vlerësimet partisë edhe ata i pranun këto vlerësime. Kush ishin profesorët që kundërshtuan përveç jush? U kishin hoti? Po, shiko, do më thonë aty kishte shumë që ka, jo shumë, disa, një pakic, krasim se atër, sa diune, atër mund të ishin 2000 profesor, me bashkëpunëtor të jashtëm me tjerë, ishte në Universitetin e Prishtinës. Ishte një masë e madhe, mirë, po pak shumë meten në këto qëndrime, ndërsa më i zëshmi ishte Halil Ali Demaj edhe sidomos u kishin hoti. Këta i kanë mbrojt demonstratat, nuk i pranun vlerësimet e Komitetit Qendror në atë kohë për demonstratat. Është i njohur edhe ka mbet i paharrueshëm diskutimi i u kishin hotit në mbledhje, kur tha që studentët kanë arsye të demonstrojnë, kërkesat e tyre janë të arsyeshme, ne duhet t'i përkrahim ato kërkesa, edhe secili prej nesh, prej profesionit të tij, tha, unë për shembull prej shkencave politike, duhet të arsyetojmë kërkesën Kosova Republikë, pse Kosova duhet jetë republikë. Edhe tha që Kosova do të bëhet republikë, tha dhe na e përkrahim Republikën e Kosovës. Ndërsa një kthim mbrapa, nëse mbledhet të thonë, me datën 26, kur jemi kthy prej demonstratave. Kemi shkuar në sallën e arsimtarëve. Profesorëve në fakultet. Po, sallën e profesorëve në fakultet. Kur ka u kishin hoti dhe kemi hyrë na Halil Ali Demaj aty, këta tjerë, Dem Fetaj ka qenë gjithashtu një referent aty, u kishin i bezat në alt, ju ka thonë shok, urime Republika, s'ka kthim mbrapa më. Edhe ata ishin të disponuar, nuk kundërshtoi askush në atë kohë. Mirë, po si duket, ma vonë në sekretariatin krajinor për punë urashme filluan me i thirrë njerëzit një nga një, edhe me ju kërcënu, ose e kanë ndjerë rrezikun për humbjen e vendit të punës, e tjera, edhe ma vonë ndryshon qëndrimin. Para se me dalë të arrestimi juj, edhe i kolegëve të juj, u kishin hotit Halil Ali Demajt, Ekrem Kryziut e kështu, kisha dashur me ju pyet, kisha dashur me ditë menimin e juj. Çka ka përfituar Kosova me demonstratat e vitit 81? Kosova, shikoj natyrisht që Kosova ka përfituar shumë. Mund të them që Kosova ka përfituar jashtëzakonisht shumë me ato demonstrata. E para që mund të them, demonstratat e vitit 81 ishin plotësisht të suksesshme. Edhe e kanë arritur plotësisht qëllimin e tyre. Për shembull, dihet që demonstrata nuk është kurrë tjetër vetëm se një kërkesë. Një kërkesë popullore që qytetarët të dalin në rrugë, kërkojnë diçka që zakonisht nuk lejohet si kërkesë në tubimet publike. Domethënë, këtë gjë e bën studentët tonë. Pastaj çka ndodhi me demonstratat? Ato u bën demonstrata shumë masive. U mbajten jo vetëm një ditë, por disa muaj në Prishtinë, edhe nëpër qytete tjera të Kosovës, nëpër rrugë, nëpër sheshe e tjera. Pra, e para demonstratat patën sukses sepse në to e artikuluan kërkesën e tyre për Kosovën Republikë, e dyta ato ishin shumë masive, e treta ato demonstrata ishin, domethënë, të përkrahuna nga të gjitha shtresat e popullit. Me datën 1-2 prill, për shembull, nxënës të shkollave të mesme vërshun, pastaj punëtorët prej Obiliqit e tjerë, domethënë Rami Sadiku edhe e tjerë, domethënë këto u bën shumë masive. Mirë po, më duket këtu ekziston një farë keq kuptimi, sepse njerëzit shpesh edhe thjesht nuk e kuptojnë çfarë do të thotë demonstrat. Demonstrata është vetëm një kërkesë që bëhet një ditë ose disa ditë në rrugë masivisht, edhe në një farë mënyrë me revolt. Po kërkush s'ka qenë aq naiv me prit që mas asaj demonstrate të marsit ose të prillit ose të demonstratave të mëvonshme që Serbia ose Jugosllavia do t'ja jep Kosovës, domethënë ky është iluzion. Ndoshta nga ky vlerësim shpesh i bën njerëzit për me pyet
që ande ju nuk e bot pyetjen çka humbi Kosova. Kjo është pyetja e radhës. Po prandaj Çka përfitoi edhe çka humbi? Kjo do e shikoni tash. Se nëse përfitu mu konsolidu Kosova, kërkesa për Kosovën në Republikë, kjo kërkesë ka ekzistuar edhe përpara. Në 68-ën është demonstruar për Kosovën. Jo aq fuqishëm. Jo aq fuqishëm. Jo aq fuqishëm. Jo. Do me thonë, kërkesa Kosova Republikë u kërku shumë ma fuqishëm se që ish kërku ndonjëherë tjetër prej 45 e këndej. Ndjenja kombëtare të shqiptarët ndjenja kombëtare do më thonë u forcu shumë, edhe mund të them që në atë kohë shpërtheu ndjenja kombëtare. Identiteti kombëtar i shqiptarëve mund të them që u forcu ma shumë se asnjëherë deri në atë kohë. Një vetdije e lartë politike e qytetarëve që nuk ka qenë më përpara, domethënë edhe masat e gjana popullore u politizuan me kërkesa politike, siç ishte kjo kërkesë. Po edhe një gjë mos e harroni. Nga krimet prej krimet serbe në Kosovë, prej viktimave të Tivarit, pastaj aksioni i armëve, shpërngulja shqiptarëve etj. Për Turqi. Prej asaj kohe, përjashto vitin 68, që ishte një demonstratë gjithashtu e fuqishme, 81-shi është rasti i parë që shqiptarët e Kosovës kanë demonstru masivisht për kërkesat e tyre. Dhe më thonë, sa vjet janë aty prej luftës, përfundimit luftës, deri në vitin 81, kur njerëzit e Kosovës, shqiptarët e Kosovës, nuk janë qu me protestu ose me bo kërkesa masive në rrugë. Edhe kjo ka qenë, kjo ka pas hije një populli edhe këtë rast shqiptarët e Kosovës. Nështë edhe një tjetër kështu, e kom dëgju shpesh që përmendet, kontriboj edhe në ndërkombëtarizimin e çështjes së Kosovës. Tash nëse numërohen ato krejt në radhë të parë, u bë një farë lloj monopolizimi. Edhe i kërkesave politike prej masave, sepse masat ishin në një farë mënyrë ishin të shkapërderdhura, nuk merreshin shumë me politikë sa me hallet e tyre. Pastaj u bë një homogenizim i madh. Shqiptarët u homogenizuan. Pastaj shqiptarët u bashkuan sikur asnjëherë më parë. Çështja e Kosovës u ndërkombëtarizua jashtëzakonisht shumë. Për herë të parë mund të them. Unë e di me saktësi që për shembull me këto grupet Adem Demaçi, këto Endesher, në këto organizata tjera kanë pas një rol jashtëzakonisht të madh, mirë, por me demonstratat e vitit 81, çështja e shqiptarëve të Kosovës, edhe sidomos çështja e pasgjidhur e çështjes shqiptare në Jugosllavi u ndërkombëtarizue jashtëzakonisht shumë. Edhe kjo ishte domethënë mbulum për gjitha mediave evropiane, domethënë edhe jugoslave edhe europiane në përgjithësi. Veç këtu te kjo forcimi i ndjenjes kombëtare. A nuk ishte forcu ndjenja kombëtare dhe gjatë viteve pas rënies Trankovicit, për shembull 68 në Prishtinë, kur është organizuar përvjetori i lindjes Skënderbeut, ose në vitin 78 është organizuar 100 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Nuk ka pas zhvillim, forcim të ndjenjes kombëtare prej vitit 68 deri në vitin 81? Sigurisht. Domethënë e para ishte konsulta për gjuhën shqipe, që ishte e para. Pastaj ishte domethënë përvjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Dhe këto ngjarje kanë kontribu, po 81-shi ka qenë shumë kontribut më i madh se sa këto. Mirë, po mas 81-shit pastaj. Në ato ngjarje u forcu jashtëzakonisht ndjenja kombëtare dhe mund të them në ato ngjarje, përveç forcimit të ndjenjes kombëtare, edhe shpërtheu ndjenja kombëtare shqiptarëve. Domethënë u shënua një shpërthim, një manifestim i ndjenjes kombëtare të shqiptarëve në atë kohë. Vetëm se t'ju them edhe diçka që është shumë interesant që gati nuk thuhet asnjëherë. Për shembull, prej mas luftës deri në vitin 81 në Jugosllavi, në të gjitha nivelet, por edhe shqiptarët vetë, thojshin që çështja e shqiptarëve është zgjidhur përfundimisht në Jugosllavi. Sidomos me kushtetutën e 74. Me kushtetutën e 74-s, mirë po edhe para saj kanë thonë. Për shembull, ju e dini që në kohën e mbledhjes Prizrenit, shqiptarët që kanë marrë pjesë në delegat aty kanë votuar që Kosova me qenë pjesë e Serbisë. Po, sigurisht, po. Edhe me fjalë tjera, domethënë deri në këtë kohë masivisht, publikisht, edhe në diplomaci, edhe mbrana në Jugosllavi, edhe mbrana në Kosovë, edhe nga vetë shqiptarët thuaj që çështja e shqiptarëve si pakicë
Kombëtarisht është zgjidh. Demonstratat e vitit 81 publikisht, në mënyrë të fuqishëm, thanë që kjo çështje nuk është zgjidh dhe shqiptarët nuk janë të barabartë me popuj tjerë, prandaj ata kanë kërkuar barazi. Kjo ka qenë, domethënë, mund të them, një grushtirand për Serbinë, për Jugosllavinë, që e proklamonin ose e propagandonin edhe barazinë e shqiptarëve me popuj tjerë në Jugosllavi. Një tjetër argument që e përdorin ata që i mbështesin edhe i vlerësojnë jashtëzakonisht lart demonstratat e vitit 81 është se pas kësaj ndërpritet procesi i serbizimit ose jugoslavizimit të rinjve shqiptar, sidomos në zonat urbane. Edhe mas demonstratave të 81-s edhe shëtitjet në përkorzën e Prishtinës, për shembull, organizohen daras, në një krah shqiptar, në një krah serb. Qysh është? Po, sigurisht. Është fakt, domethënë, që më kujtohet në atë kohë se kemi shëtit në për qendër të Prishtinës, edhe ishin të nda mirë, po shiko pa të krijuar një far klime, sidomos pas kushtetutës vitit 74, pas universitetit e tjera, u kriju një klimë e tillë politike këtu në Kosovë, saqë më shumë se asnjëherë tjetër gjatë historisë tyne shqiptarët e Kosovës nuk janë orientuar ka Beogradi si në atë kohë. Për shembull, mbashin koncerte në gjuhën serbokrate këtu, vishin këngëtarë prej Beogradit, përcilleshin me mira vetë në ato koncerte e tjera. Mirë po, ato e vendosin një lloj shkëputje edhe një lloj ndërprerje të lidhjeve të Prishtinës me Beogradin, sidomos me Serbinë, dhe kjo është një kontribut jashtëzakonshëm i tyre. Për arsye se në demonstratat e vitit 81, kur njësitë speciale serbe, kishte edhe të krajinave tjera, por ato kryesisht ishin serbe, edhe nën politiken serbe, me intervenimin e tyne, me dhunën që e përdoren. Pastaj gjatë burgosit, gjatë hetimeve, të rit u burgosen shumë, u rrahen, u maltretun, u morën dënime të ashpra, kryesisht ishin njerëz të pafajshëm, edhe kjo tregoj domethënë që sa keq trajtoheshin shqiptarët në Jugosllavi. A ka humbë diçka Kosova, me qenë se e përmendet edhe më herët? A ka humbë diçka Kosova me demonstratat e vitit 81? Me demonstratat e vitit 81 absolutisht Kosova nuk ka humbë asgjë, vetëm ka fitu. Po, ku qëndron humbja? Humbja qëndron që demonstratat e vitit 81 në radhë të parë nuk i përkrahu elita politike e Kosovës, që ishte në të gjitha strukturat e Jugosllavisë atëhershme, në federat, në Serbi edhe në krahin. Domethënë këta u barazun, u bashkun me regjimin serb kundër demonstratave. Shiko, me regjimin serb, zakonisht regjimi serb, sepse në fundit Jugoslavia ishte vetëm një Serbi e madhe ishte, edhe serbët shiko kur thonë këta një me Beograd ishim na do ishim Jugoslavi, edhe në Jugosllavi. Në Jugosllavi ishin serbët. Nuk ishin serbët vetëm në Serbi, po edhe në krejun e Jugosllavisë. Ishin në armatë, ishin polici, ishin diplomaci, çdo kund tjetër. Në kryesi të Jugosllavisë. Në kryesi, domethënë tash goditja që ju dha Kosovës e ma vonë, edhe autonomia që hoq, nuk janë në asnjë mënyrë rezultat ose pasojë e demonstratave, por janë rezultat i shitjes së interesit kombëtar të shqiptarëve nga elita e tyre politike edhe intelektuale në Beograd. Demonstratat e vitit 81 mos harroni kanë qenë një test për Beogradin, po edhe për Kosovën, sa është në gjendje elita politike edhe intelektuale e Kosovës me i rezistue Beogradit. Edhe atëherë mund të them që kanë matë pulsin ata mirë, sepse këta njerëz që nuk e përkrahin Republikën e Kosovës, që mund të mbrojnë këta autonominë e vitit 74. Kjo është argument, ju me siguri keni lexuar dhe keni dëgjuar deklaratat e udhëheqësve politik të Kosovës të asaj kohe, Fadil Hoxhës, po, sidomos Mahmut Bakallit edhe Tazem Vllasit, dy udhëheqësve kryesor politik të Kosovës, cilët i kanë kundërshtuar demonstratat e vitit 81, jo vetëm kohën kur kanë ndodhur me 1981, po edhe pasi që ka rënë sistemi komunist, socialist jugoslav në vitin 1991, po edhe pas luftës në Kosovë 2001, edhe matutje, i kanë kundërshtuar këto demonstrata dhe i kanë cilësuar si të dëmshme për Kosovën. Për shkak se kanë pengu procesin e zhvillimit matutjeshëm të Kosovës dhe kanë ndikuar në suprimimin e autonomisë në vitin 1989.
Si ju përgjigjeni ju këtyre pretendimeve? Shiko, Se më falë edhe një sekond, ta të dy pretendojnë që këtu nuk kanë qenë organizimi shqiptarëve të Kosovës. Sidomos Mahmud Bakalli në shumë letra, shkrime, ka pretenduar gjithherë se nuk janë organizimi i Kosovës. Më intereson përgjigjja ju. Shiko, do të thonë natyrisht edhe normalisht as nuk mund të pritet ndonjë shpjegim tjetër për këtyre udhëhercëve. Për arsye se këta është dashur me e arsyetue qëndrimin e tyre antirepublik në kohën e vitit 81 edhe gjatë gjithë viteve të 80-ta, domethënë. Shiko, këta kanë qenë njerëz, unë i kam lexuar intervistat që i keni bërë me Vlasin edhe tjerët me Mahmud Bakallin. Shiko, i keni pyetur ju këta, a keni pas frikë? Këta gënjejnë, thojnë nuk kemi pas frikë. Friga ka qenë e para, kryesorja, që këta kanë qenë kundër demonstratave. Kanë pas frikë që i humbin vendin e punës. Kanë pas frikë që i humbin privilegjet që i kanë pas në atë kohë. Mos harro kanë pas banesa me kredi, kanë pas shtëpi, kanë ndërtu, kanë qenë të privilegjuar e tjera. Edhe këta kanë qenë në pushtet në atë kohë. Me i papërkrah këta demonstratat në atë kohë, i kishin humbur gjitha këto. Qëllimi kryesor i këtyre ka qenë domethënë të harrojnë pozitën e tyre edhe si frigacak prej Serbisë, domethënë ju kanë frigu Serbisë, këta i kanë dënu demonstratat. Vllasi për shembull, Vllasi a dini kur e ka humb betejën me Miloševićin me Serbinë në vitin 81. Këto tjerat janë kërkejt spekulime dhe mashtrime. Domethënë ai në atë kohë ka humb luftën, është dorëzu, ka kaluar në anën e tyre. Edhe përveç kësaj, shikoni, këta kanë shkuar edhe një hap më tutje. Jo vetëm që kanë thonë, domethënë që janë të dëmshme e tjera. Armiqësore, kanë thonë armiqësore. Po këta kanë qenë edhe njerëz gënjeshtar, njerëz dinak. Sepse këta kanë thonë që jo vetëm në dëm të Serbisë, po edhe në dëm të shqiptarëve janë këto demonstratat edhe kërkesat e tyre. Domethënë kanë qesh nën buzë intelektualet jugoslav në atë kohë. Kur këta i kanë dëgju, domethënë edhe elitën politike edhe intelektualin Kosovë, të thonë që na jemi kundër statusit të Kosovës Republikë. Kjo ka qenë domethënë një hipokrizi jashtëzakonisht e madhe. Nuk e di, a ju kujtohet një shkrimtar Balazez Jevrem Berković. Jevrem Berković në atë kohë ka bashkruar një faqe të plotë të rilindjes e përkthyer në shqip. Në serbisht ka qenë ko ne govori danas, nema pravo da govori sutra. Kush nuk flet sot nuk ka drejt me fol nesër. Sot me mbroj domethënë s'ka drejt me fol nesër. Edhe domethënë këta e ndërpren mundësinë e përkrahjes së demonstratave prej elitës intelektuale ose kulturore të Serbisë, po edhe të republikave tjera, për arsye se këta vetë u deklaruan kundër statusit. Domethënë ju pretendoni që është frika edhe humbja e privilegjeve, edhe jo ndonjë arsye tjetër, si për shembull se Kosova ka mujt me u zhvillu dhe me fitu gradualisht republikën nëse kish vazhdu me mjetet tjera. Ne si çështje, si pyetje hipotetike mundemi me shtruar tash, në qoftë se elita intelektuale, elita politike shqiptare në atë kohë masivisht do ta përkrashin Kosovën Republikë. Atëherë a mund të ndryshonte gjendja? Me siguri që nuk do të bashen ato burgime aq drastike, aq të gjata, njerëzit kryesisht pafajshëm, do të ndronte me siguri situatë shumë mirë, po këta i prin të keqes edhe këta, domethënë, e përforcun argumentin e Serbisë kundër Kosovës në nivelin jugoslav, po edhe në nivelin botnor. Muj me diskutu hala për këto, po nështë me qenë se edhe kemi kohën e kufizume, kësha ndash tash me vazhdu tutje, pas mbështetjes që ju si ligjerus, si pjesëtar i stafit akademik të Universitetit Prishtinës, bashkë me kolegë tjerë u adhat demonstratave të vitit 81, erdhi arrestimi. Më interesant me ditë kur jeni arrestu, si ka ndodhur arrestimi, cila ka qenë akuza kundër jush? Arrestimi ka ndodhur në nëndor të vitit 81. Mas 81-shit, mas demonstratave, ju dini që u pa të shpall gjendje e jashtëzakonshme, shtetërrethim,
ndërprerje e mësimit, paraqitje e detyrueshme e jona në mbledhje tjera, deri në orë policore. Orë policore, po. Edhe deri në nëndor në arrestum. Si ndodhi arrestimi? Arrestimi, do më thonë në një mëngjes, herët si zakonisht që është ndodhin arrestimet këto. Unë isha banoja në fshat, atje banoj edhe sot, me nanën time herët në mëngjes, dashta me që nanën time mjeku, hypa në vetur, edhe kur dulm ko poshtë të autostrada, në afër në Lugagji, këta policët i kishin zonë pozicionet e tyne edhe në nalen. Sigurisht kanë pas informata për lëvizjen, për qarkullimin, edhe me nalen veturën, me arrestun mu, nana metin në vetur, edhe më prunë në Prishtinë këto, në Borg. Që kjo ishte arrestimi. Pastaj, hetimet zgjatën 8 muaj. Në Prishtinë. Këto hetime kanë qenë shumë interesante për arsye se ne, edhe njerë po them, nuk ishim grup i organizuar. Edhe ne nuk i kishim organizu demonstratat. Po qëllimi i tyne ishte me na formue neve si grup, edhe me na akuzue që na i kemi organizue demonstratave. Po kjo ka qenë jashtëzakonisht e rëndë për neve gjatë hetimeve. Për arsye se, për shembull, për me kërkonin që ka kombiseduan me Femi Aganin për demonstratat. Si i ka vlerësuar ai, keni qenë në bashkëpunim e tjera. Kjo do të thoshte që unë të flas kundër Femi Aganit, edhe kjo do të thoshte që mas disa ditësh të arrestojnë edhe Femi Aganin, edhe tjerë. Femi Aganin po e përmeni vetëm si shembull, sepse kom qenë asistenti i tij. Domethënë këta kërkonin neve me na bën një grup të organizuar, që në fakt ne nuk ishim grup i organizuar, edhe pastaj me dal në opinion, siç dolën, domethënë që na kemi qenë kreu qerdhja nacionalizmit shqiptar të Kosovës në atë kohë ishte në universitet. Këte kishin dëshira ta me nxjerr. Po, pastaj prej nesh kërkonin edhe diçka tjetër që ka qenë jashtëzakonisht e rëndë për neve, kanë kërkuar që ne të dalim para kamerave edhe të pendohemi për qëndrimin që e kemi marrë, që si kemi pranuar qëndrimet e Komitetit Qendror kundër demonstratave, të dalim para kamerave televizive, edhe vetëm të shprehin pendimin, edhe thëshin shkoni marrni provimet, shkoni vazhdoni punën atje, po ja falim gabimin që e keni bë, vetëm se duhet të deklaroni para kamerave që keni gabu edhe tash jeni kundër demonstratave. Kjo ishte për neve, domethënë, ishte jashtëzakonisht e rëndë edhe e papranueshme, kuptohet. Akuza kundër jush, cila ka qenë? Kundër revolucion? Propaganda armiqësore? Jo, akuza ka qenë, domethënë, kundër revolucion, edhe ka qenë në 136 me 114, thy për 114. Domethënë, akuza më e rëndë që mund bëhet ishte për kundër revolucion atë kohë. Po, në një sistem monist, çfarë ka qenë kjo është akuza më e rëndë. Përveç presionit psikologjik që e përmendët, që është ushtruar ndaj jush, por dhe ndaj kolegëve të juaj, pjesëtar të stafit akademik, më intereson me dita ka pas edhe, jo mi bërë që ka pas, po... Po shiko, tash për me përmend në atë kohë, edhe për neve, me përmend presionin... Fizik, të ishta me thonë, me përmend presionin psikologjik, kjo s'ka kur Francie, në kemi qenë gatë shumë për presionin më të mëdha, se jo vetëm për presion psikologjik, që se mërshim parasysh fare presionin psikologjik. Në kemi qenë domethënë idealist, kemi qenë të vendosur, kemi qenë të fortë, po unë po ta them vetëm me një fjali. Te na është ushtrue edukata ushtarake romake. Që do të thotë? Te burgosrit. Kjo dihet domethënë çfarë edukimi ushtarak kanë pas në Romën antike. Fizik domethënë. Kjo nuk kupton gjitha domethënë vujtjet në burg. 8 muaj hetime, procesi gjyqësor, më intereson me di, qysh ka rrjedh? Ka qenë vendim politik sipas jush i marr paraprakisht? Natyrisht, vendim politik, për shembull, ne kur kemi qëndruar në burg, të afërmit tanë, vllazërit, familjet janë interesuar
me gjithë lidhje, me pa ku jemi, çka po ndodh me avokat, me tjerë. Për shembull, një vëlla i madh Xhevat e ka emrin, a Xhevati më ka treguar në Borg kur kam qenë, kur ka qenë vizit, para se me dalë në para gjykatës, më ka thonë që na kanë thonë që kemi u dënu 7 vjet. Edhe ashtu doli. A që një dënu 7 vjet? 7 vjet, u dënuan. Dhe më thonë, po shiko edhe diçka po ju them. Unë kom lexu, kom studiu, kom qenë student i zellshëm, edhe mësimi ka qenë për mu prioritet në jetën time, kom mendu që me mësim edhe me shkolla rrihen të gjitha rezultatet, edhe kom mësu, kom lexu, kom studiu shumë, edhe si përfundim po të them, sot me u riorganizu. Pra të njëjtin qëndrim e mbani? Një qëndrimit njëjtë po se po, me dalë nga para gjyqit krejt, të një gjykate e panshme, me ligjet e atëhershme, na dalim të pafajshim. Jo vetëm na, po edhe pjesa dërmuese e njerëzve që trit janë dënu pa faj, janë torturu, janë keq trajtu, domethënë, sot një gjykat është praktiku më thonë ndërkombëtare, por po them një gjykatë e panshme, me ligje të atëhershme, neve gjithëve do të nxirrte të pafajshëm. Mirë po, për këtë kanë qenë të vedhishëm edhe po ju them, unë e përmena këtë elitën intelektuale edhe elitën politike. Në vitit 81 dhe mas vitit 81, vetëm gardianët e burgut, shqiptarët, edhe universiteti, fakulteti i mjekësisë në universitet, ka qenë e njohur ajo doktoresha Mekuli. Vetëm që të Saadete Mekuli, vetëm që të 2 shtylla, domethënë kanë pas qëndrim si duhet. Krejt tjerë domethënë, mediat në atë kohë. Mediat në atë kohë, të diçka akuzën na kanë bërë, dhe më shumë se sa këto gjykatat domethënë. Kur jemi dënu na në rilindje ka qenë artikulli, morën grupi intelektualëve të Kosovës, morri dënimet merituara. Ne as nuk ishim grup, as nuk ishim qujt intelektual, pa gazetari na quajti edhe rilindje domethënë. Rilindja e Prishtinës, gjitha këto struktura kanë qenë prokuroria, gjykata, krejt këto struktura tjera. Universiteti, media. Vetëm avokatët, mos të harroj më thonë, avokatët na kanë mbrojt, masnej ata avokatët të qunë çështjen tonë, jo vetëm në gjykatën supreme, po edhe në gjykatën federative, edhe na i rëzun të gjithve na ulën dënimet. Ju jeni dënu 7 vjet edhe i keni mbajt? 2 vjet e gjys. Do më thonë me vendim të gjykatës supreme të Kosovës, Tadej Radiqi në atë kohë ishte kryetar i gjyqit, ai është befasu, mirë po na gati në atë kohë, kur mbajt seanca në gjykatën supreme, na veç që kishim boka 2-3 vjet burg, edhe na i uli dënimet për gjithë. Do më thonë edhe na i zvogloj dënimet, po të njëjtën gjë, por 2 muaj më pak e bani edhe gjykata federative në atë kohë. Ndërsa gjykata e Qarkut në Prishtinë, neve na dënoi deri Halil Alidemin e dënuan 19 vjet, mas nej e zbretën në 5 vjet. Ukshin Hoti? Ukshin Hoti u pat dënue 9 vjet, 3 vjet e gjysmë mbajti, e kështu me radhë. Më intereson me ditë si jeni mbrojtë në gjyq. Ju, po edhe kolegët e ju që janë arrestu me ju, sidomos mbrojtja e Ukshin Hotit. Do më thonë Ukshin Hoti, unë mund të them vetëm çka kom lexuar tash, sepse unë kom qenë gati parafundit në akt akuz, nuk e kam dëgjuar mbrojtjen e Ukshinit, nuk e kam dëgjuar mbrojtjen e Alilit, të Kremit e këtyre tjerë, mirë po mbrojtja ka qenë kryesisht që na s'kemi qenë grup i organizuar, mirë po Ukshini sidomos i ka mbrojt çato qëndrime që i ka pas edhe në mbledhjet e Fakultetit Filozofik, mbledhjet arsimtare. Kërkesat janë drejta, përsyeshme, edhe nuk është tërheq. Nuk është tërheq, po. Ku e keni vujt dënimin? Dënimin në hetusi 8 muaj kam qenë në Prishtinë, në hetusi, hetus kanë qenë serb, domethënë. Edhe ndërsa pjesën tjetër e kam vujt në burgun e Prizrenit. Në brenda teritorit Kosovës. Me kënë keni qenë në burg, dhe si kanë qenë kushtet në burg? Si në Prishtinë, si në Prizren? Në Prishtinë
kanë qenë kushtet, domethënë, më të vështira mirë, por për shkak të asaj që ju thash, për jetimeve në burg, as nuk na kanë interesu kushtet në burg, se s'kemi pas kohë me u marrë me kushtet. Mezi pritshëm natën vonë kur na lironin edhe shkonim të lodhun të raskapitën. Edhe pastaj të nesërmen prapë në hetimin pyetje tjera. Ndërsa në Prizren jemi prit jashtëzakonisht mirë prej gardianëve, edhe kemi kalu një kohë, mund të them, kom qenë personalisht tonë, po edhe ata tjerë që kemi qenë aty, kemi qenë sikur në studime. Kemi lexu, kemi shkru, kemi pas drejt edhe me shkru. Kemi pas, ne kanë leju lapsin, letrën, librat, janë sill jashtëzakonisht mirë në burgun e qarkut në Prizren. Pak e çuditshme kjo. Ka pas drejtor shqiptar aty apo? Një drejtor shqiptar ka qenë, po sa diun ne aty ka qenë vetëm një gardian serb. Gjithë shqiptar. Po burgosur tjerë shqiptar aty me cilët keni vujt dënimin në Prizren? Kam qenë prej këtyre që janë në emra më të njohur tash me Metajrizin. Me Metajrizin, domethënë, me Metajrizin kom ne gati një vit e diçka me një dhomë. Natën ditën bashkë me të. Okej. Është për shikust udhëheci i grupit revolucionar të Kosovës, mandej dhe organizatës OMLK. Ka qenë në organizata e tij, po. Po, ka qenë në organizata ilegale, i dënuar mas demonstratave të vitit 89, i burgosur politik që ka vazhduar aktivitetin politik edhe vitet e 90-ta e mas luftës. Më intereson me ditë çka ka ndodhur kur keni dalë pi burgut, u kthyt në punë në Universitetin e Prishtinës, ku kishin? Jo, në universitet, për shembull, në universitet edhe njerë me kështu, domethënë, kolegët tanë të universitetit, gjatë gjithë qëndrimit tonë në burg, po edhe kur kemi dalë prej burgut, kur nuk kanë kërku prej nesh prej autoriteteve shtetënore me na liru prej burgut se jemi të pafajshëm. Mbas të nej, as nuk na kanë pranuar në punë kurr. Po keni kërku me u kthy në punë? Kemi punë, ju vetëm atëherë, po mas luftës për shembull, unë kam kërku, jam shkuar me paraqit në punë, edhe kolegët e mi, edhe të fakultetit aty, më kanë pranuar si bashkëpunëtor të jashtëm. Jo, dalim ma vonë të mas lufta, po më interesante kjo, kur keni dalë prej burgut në vitin 83-4, okej. Domethënë keni tentuar me u kthy në punë në Universitetin e Prishtinës edhe ka qenë e pamundshme. E pa imagjinueshme ka qenë. Okej, e çka keni punu mas daljes prej burgut, çka keni bërë deri në fund? Kryesisht je marr me bujqësi, me blegtori, sikurse baba im që më kalon tokë për shembull dhe pasuni, pastaj dikur e pata qelni shitore kom shit pemë edhe perime, që kom një veten jashtëzakonisht mirë te punëtorët e Obiliqit. Domethënë profesor, ke studiu filozofi dhe sociologji në vitet e 70-ta, ke diplomu, mandej ke magjistru në universitet, ke ndjek studimet e magjistraturës në Universitetin e Sarajevës, keni qenë asistent i femiaganit dhe ligjerus në Universitetin e Prishtinës, burgosuni dhe pas burgut shitni pemë, perime, merrini me blegtori, me bujqësi. Po. Deri kur? Deri në fund viteve të vitin 89. Po. Çu ka trajtuar shoqënia gjatë kësaj periudhe? Me frikë, me distancë, me po kishte domethënë raste shumë interesante, domethënë njerëzit e thjeshtë mund të them, njerëzit që nuk ishin pozitat të larta, që nuk ishin punë. Kishin admirim për ju. Jashtëzakonisht, kishin respekt, na trajtoshin mirë etj. Mirë po ata që mendojshin që mund të rrezikohen, nëse rrin me neve, ata janë largu. Po e përmeni një rast që është shumë interesant, që për herë të parë po e përmeni, kur kam dalë prej burgut unë, është martue vllai i shoqës time, prej Stogut, Hysen e ka emrin ai. Një djalë i ri, entuziast, me humor, erdhi te Nën Glavic, tha jo marrë me ju thirr për darsëm. Tha po jo marrë me ju thirr keq. Na u befasum familje madhe, krejt domethënë. Pse keq? Ai martoi vetë edhe vetë ishte ardhur me na thirr motrave të aty, kunatat, antarët e familjes, 30 antarë të familjes ishim ne aty, edhe plot kushëri e tjerë, thotë më kanë thonë thotë vllau edhe ata të tjerë, të dajt edhe kushërit, me thirr veç motrën time sa një ndarsum, e dhon gruan e juaj, bashortën. Po, bashortën time, e thotë dhon rrin shemsion, jo. Ky nuk do të më ardh. Se më kanë thonë po ja shohim sherrin. Domethënë nuk ka thirr ndarsum. Ta shiko, ajo shoqja u mërzit, tha nuk po shkoj asun për mos me zgjat muhabetin, shiko thash, ti po shkon thash edhe unë të çoj ty aty. Edhe thash bashkë na me shku.
Kur kemi shku, unë kam shku me vetur të shtëpia ku i prishin Krushqit. Kur jam dalë prej veturës, unë kanë bërtit fëmijët e rinia po vjen shema. Edhe unë po shkoj aty, ka ajo oda e burrave ku ishin. Ata krejt dolën përpara, unë po menej që po mpresin ata mu. Unë visha nga kjo anë për shembull, ajo oda ishte këtu, këta këpus në dorë edhe iken, krejt. Krejt elshun atë odën ku ishin Krushqit. Hina unë veç i zoti shtëpis, një plak, a i më ka përqafu, edhe më tha, bravo bredhonër që erdhe, tha se jena kon ngosht, s'ki shumë komët ku mishtri, tha, e po rrim shlirë, tha ta shonit e edhe e kemi pika një kafe, kom pi një kafe dhe jem këthy në shpi. Krejt që ata njerëz, masa nej, kanë qenë mas në vitive të 90-ta, edhe të mas luftës, prapë që ato punë që kanë qenë atëherë, frigoshin që po i humbin vendet e punës, në qofë se unë shkoj, veç ndarësëm qofë se shkoj. Që si gjendi ka qenë? Shumë interesante, shumë edhe emocionuse. Vitin 88-89 fillon me ndryshu situata në Kosovë, apo jo? Dhe shqiptarët e Kosovës masivisht e kundërshtojnë regjimin sërb, po jo për Kosovën Republikë, po për kundër suprimimit, po për mbrojtjen e autonomisë të Kosovës bazuar në Kushtetutën e 74-s. Ju në vitin 1989, bashkë me rreth 300 intelektual, punëtor të ndryshëm, drejtues të ndërmarrjeve, drejtues të shkollave, izoloheni prej organeve të pushtetit. Mund të më na tregu kur saktësisht ka ndodhur kjo, kur jeni rrëmby, si ka ndodhur rrëmbimi? Po, si thash më përpara, si zakonisht në mëngjes, kanë ardhur forcat e policisë, kryesisht shqiptar, më kanë arrestuar në mëngjes në shtëpi, unë isha zgjut, po për fat unë përveç shoqës e fëmijëve, isha edhe baba aty. Edhe ata dashte me mili durt. Unë kundërshtova se mu më vike domethënë rënë me pa baba të mili durt. Edhe ju kundërshtova. Mirë po ju kundërshtova me forcë, edhe në atë kohë, unë kom qenë shumë i ri, kom qenë shumë i fuqishëm, 3-4 policë mos më ishin me mili durt. Edhe tana, jam përlesh me ta, në fund njëni që i drejtik e tha, lene, tha, le të vjen. Nuk mi lidhen durt. Ka qenë kjo një rast shumë interesant. Na sodhen në Prishtinë. Kur erdhëm në Prishtinë, i grumbulleshin edhe njerëz e tjerë që i kishin marrë në për komuna tjera. Në Burgun e Qarkut, në Prishtinë, aty në ato korridoret dhe në zyrat e këtyne inspektorëve. Aty na hetum që puna nuk e mirë se u sillen tepër mirë me neve, shqiptarët. Na lutshin da do një uja, do një këteja, do një ate, domethënë, e pam që diçka po përgatitet. Pastaj na hypen në autobus, na çun në Leskovec. Në Leskovec arrestimi ka ndodhur në prill të vitit 89, apo? Jo, ka ndodhur në qershor, domethënë, arrestimi në shtëpi në Glavic. Po arrestimi jo çat natë. Në prill, apo? Jo në prill. Për izolim e ke fjalën. Po për izolim. Ka ndodhur atë natë, atë ditë që është suprimua autonomia të nesërmen. 24 mars 1989 jeni arrestuar. Se me 23 mars është suprimua autonomia, me 24 jeni arrestuar. Po, domethënë vetëm të nesërmen mëngjes. Mbrëmje kemi dëgjuar lajmet që autonomia të nesërt na kanë arrestuar neve po. Edhe na çun në Prizren e kishim atë vendimin qëndrimin në një vend caktuar. Veni caktuar nuk dije ku, po na çun në Leskovec. Me autobus veç kur e pam vetën në Leskovec. Leskovec aty na pritën shumë keq. Aty nuk kemi menduar domethënë që shpëtojmë gjallë. Edhe veç ndigjojshim tash, a di çush është psikologjia të burgosunit që me marr vesh diçka kush u myt, kush e humbi jetën domethënë. Ka qenë të merr aty. Aty vdekjen e kemi pa për herë të parë me buzë që i thuat fjalës. Ka qenë gjendje tepër e rëndë. Ata, unë domethënë, shikoj se si ndikojnë në mënyrë psikologjike këto, edhe çfarë efekti kanë këto rastet e tjera. Unë aty jam bind që këta domethënë kanë një urrëtie patologjike ndaj ne shqiptarëve, serbë domethënë. Aty e kanë bërë një kordon të policisë, edhe na kanë maltretuar gjithëve në mënyrën më të poshtër. Domethënë, krejt shqiptarët, përpara me, to keq me përmen, Recep Ismaili ka qenë,
Akademik, profesor në Fakultetin e Filologjisë. Akademik, ata këshin marrë për fakultetit, krejtësisht të gjveshën, se u dashke mu gjvesh, kur na futëshin aty, krejt. Edhe çfarë tortura, ati edhe të gjithve tjerëve. Kush ka qenë tjetër aty përveç jush, Recep Ismailit? Ka qenë Kol Berisha, ka qenë Skënder Kastrati, ka qenë Nasimi, Nasim Haradinaj. I arrestu më herët? Jo, me neve. Me juve? Me neve. Okay. Se ai kishte dënimin edhe me neve aty, edhe aty do më thonë, ka qenë aty sikur që përdoret në popull, sikur në kasaphane, kur shkojsh, çashtu ka qenë vështirë për ne të burgosën e aty. Sa ka zgjatë kjo deri? Kjo zgjati do më thonë disa ditë, për fat më duket shpërtheu, shiko gjatë qëndrimit në autobus, na ende pas të vrit në autobus, se 3 autobusë na çuan aty. U ndëgjojshin bërtimat e njerëzve që i torturojshin këta. Edhe si duket këta policët që kenë aty, e panë edhe këta ishin të armatosur me armë gjallta, ju mshojshin me kundak dyshe mes autobusit, edhe këta e kuptun që puna, edhe këta sigurisht kanë lejmëru këtu, edhe na dikush unë gotëm me ju dhonë numrat e telefonit, ku me u lejmëru e këto të në shpesë, nuk e dike ku po na qojnë e tjera. Edhe, si duket, edhe në nivel të federatës e morën vesh, që Slovenia, Kroacia, që ka pëndodhë me neve, edhe mas disa ditësh erdhi një komision, një përfaqësues ishte i Federatës Jugoslave, një Republikës Serbisë edhe një Krajinës Kosovës. 3 veta. Erdhën gardiant edhe para ditën në burg e thyrën Kolin, Kol Berishën të ndjerin, ka qenë deputet i... Kryetari i kuvendit, mendoj, po ka qenë edhe nën kryetari i LDK-s. Po edhe kur është arrestuar ka qenë sekretar në gjimnazin e Klinës. Një burr shumë i fort edhe e thyrën ato. Shkoi Kola. Se dyshim çka bëbohet na. Kur u kthy Kola, thot Jonar thot një, po na tregon këtë që i thash, prej Federatës, prej Republikës Krajinës edhe po na pyesin si e na pranu. Çka ju the? Ai i shfrigua pak. Edhe tha unë nuk guxova, tha se më tha drejtori i burgut, monesh më fol, po se i detyru me fol. Edhe tha unë nuk pranova me fol hiç gjë. Neve na do ky rast i mirë. Kur ai shkoi tani i kanë marrë disa kështu në pyetje edhe erdhen më thirrën mua, për fat. Një gardian sërb aty, Reqica, ato që shku dola, ku në pëshun aty, një zyrë, gardiant ishin paraderës, drejtori edhe këta 3 ullë aty, këta kishin qështu për para dishka me shkru, njëni prej tyne që ishte i Kosovës, qështu e ka kap një blok e kështu. Edhe tash ai drejtori, po them sërbisht, tha, qyshin po pysin, një prezentaja të atë 3, edhe tha, po pysin qysh ju kena pranu na këtu. Edhe tha, mbazhesh da govorish, ali ne morash. Mundesh me folë, tha, po si e i detyru. Thash, jo, ne nuk dhe të flas, thash. Edhe ata, ishtë në momentet të shpejtësis, ata u lirun edhe une vjem gjvesh, dhe më thonë, krejt. Edhe jem këthy ka ata me i pa plakt. E që kjo ka kalu. Gjatë kësaj periuda, a jenë leju, ka zgjatë kjo disa muj, apo? Po, zgjatë disa muj, prej Leskovësit në qunë në trajtun në spital në Beograd, në CZ. A jenë leju, sa keni qenë në Leskovës, jenë leju vizitat e familjes? Jo. Prej aty ju dërgoj në CZ, në Centralni Zatfor në Beograd. Centralni Zatfor në Beograd, erdhen drejtori një ditë me gardian aty, edhe si zakonisht propagandë ma shumë, që ka qenë shumë interesant në Centralni Zatfor. Në Beograd ka qenë fotografia e Miloševićit në korridore, që nuk është praktik në për burgje, edhe e lësheshin atë kongën Kotokaze, Kodolaze. Vesh me na thy neve, po shikon na kemi qenë atë kohë shumë. Kotokaze, Kodolaze, da e Serbia madhe. Serbia e madhe, po Serbia është e vogël. Edhe tash ky tha, shikoni, tha, na jemi shtet human, tha, ja u kemi leju vizitën, edhe tha, ky është
shteti sërb, gjuhë zyrtare është sërbishtja, duhet me folë jo sërbisht. Muhe tash, aty ka qenë Recep Ismaili, pra po them Pol Berisha, edhe një 6 vjet tjerë kemi qenë aty. Une, me të thonë të drejten, unë ata si bëjsha hesap, jo që jenë aty të fuqishëm, po as nuk ju këmë bëjë hesap për hiç kur gjë. Edhe kur tha kështu, thash po, ju, edhe unë ju drejtova sërbisht, thash po ju e dini pse jemi në Burg. Thash, na jemi në Burg këtu, veç mos me folë sërbisht me familje tona. Edhe, tana, do më thonë, ai këshyri duli ashtë. Edhe nuk dole në vizitë. Se nuk pranova me folë sërbisht me familje. Sërbisht. E tash për me thonë interesant, që a ditë Leskov kur janë ardhë këta, edhe në mënyrë demonstrative jëm gjveshme mi pa plagët këta, edhe që a ditë kur kom thonë, na jena në Burg, veç mos me folë sërbisht në familje tona, që ato 2 net i kom pas matronat. Mirë po për fat, nështë e kanë shmu edhe ata vendosmërinë ose kështu, jenë silë mirë, nuk më kanë ndodhur kur gjatë të 2 net. Po, a ju kanë thënë kur ju kanë arrestu në Glavic, në shpinë e juj, në fshatin e juj? Këta kanë qenë policë. Po. Policë të uniformum. Po. A ju kanë treguar arsyem pse po ju rrëmbejnë, pse po se a ju kanë kidnapim apo jo? Po, jo, s'kanë tregu kush. Pa është kidnapim, nuk kanë pas as kur gjë për gjuhën, kidnapim tamam. Çka mendon sot? Pse ka ndodhur kjo me ju dhe me rreth 300 intelektualë shqiptar, drejtor të fabrikave, profesor universitar, ish profesor universitar, ose dhe aktivist çështjes të Kosovës. Pse i kanë arrestuar? Pse ju kanë arrestuar? Unë besoj që këta kanë pritë që me suspendimin e autonomisë. E autonomisë të vitit 74, shqiptarët qohen kërëngritje. Jo vetëm protesta, se protesta u bo protestat më obon, ju e dini ose keni ndigju, po mirë, po këta kanë mendu që shqiptarët me suspendimin e autonomisë qohen kërëngritje, kanë marrë masa, i kanë mbledh njerëzit që këta kanë menu që mujnë me bo diçka. Në cilin muj jeni liru, fillimisht Prishtinë, mandej Leskovc, mandej centralizat for Beograd. Mas në Prishtinë majtën, interesant, mu majtën në Burg edhe një muj mas i liru në gjithë. Kur na kthyn me autobus, prap prej Beogradit, prej burgut të Beogradit, në oborën e burgut në Prishtinë. Edhe aty para burgut të nalën autobus, aty i pash vllaun tim edhe familjen që kishin dalë me na prit. Edhe shumë ilshun, do më thonë, mu më duket vetëm mu edhe një 2-3 vet tjerë në nalën, edhe një muj. Edhe një muj. Po. Okay. Kur jeni liru mandej, deri në fund vitit 89, keni qenë non-stop të përcjellun prej Përcjellun shumë, përcjellun, po e gjoja më e rëndë ishte se kur më lirum prej burgut, mu më thanë me u paraqit, çdo të hanë edhe çdo të premte në polici. Edhe tash shoqja, fëmijët, prindët, vllaznit, krejt aty do më thonë, vike e honja, unë nuk ju tregojsh aty në përveç grus. Që duhesh me u paraqit. Po shkojnë në polici. Ajo, do më thonë, veç shamikën kam me qëndru, se di ka po kthejnë mu. Edhe tash shkova në disa herë në të hanën, të në mshëshin, pyetshin, premten prap me u paraqit aty, edhe unë vendos, edhe i shishim, do më thonë, na tregojshin edhe aty kushërit e tjerë që po vinë veturat ditën, natën, po përcjellin kështu, edhe unë tash vendosa me shku në Sloveni. Po pasaport nuk isha për më shku të tërku në Sloveni. Edhe me qenë se më përcjellshin vazhdimisht një shok prej Prizrenit, një Hajret Kraba, që kom qenë ushtar me te, e thira te me 31 dhjetor 89. Dhe më thonë, natën e fundit vitit. I thasha, po vinë me marrë, me më qua në Sloveni, se me shku ditëve tjera, se isha më përcjellin edhe më nalin dikon në rrugë, se më arrestojnë. Edhe kom shkue, do më thonë, natën e vitin e ri, 1990 e kom prit në krajnë të Slovenisë. Qa botë në Sloveni, sa qëndrut aty? Aty kom qëndru aty një vit e diqka, qëndrova. Aty i takova unë autoritetet e Slovenisë, është një histori tjetër, histori shumë e gjatë, shkova paraqitat e ta edhe kërkova me më siguru. Dhe më thonë, me më garantu siguri, mos me më arrestu policia sërbe, ju tregova punën që shekom, edhe pritën shumë mirë këta.
pritën shumë mirë, edhe me fjalë tjera unë aty i thash që je marrë me kërku strehim politik. Ata mendon që jam domethënë që njeri që se kuptoj që është Jugoslavia, strehimi politik e tjera, thash unë që sot Sloveninë e shosit pavarur. Jože Smole ka qenë personalitet i lartë në Sloveni. Ai mpritin aty në kabinetin e tij, edhe ai më pat premtu tha çore. Na do të sigurojmë këtu tha, por tha biri shoqën edhe fëmijët këtu, edhe na tha të sigurojmë këtu, po të jepi fjalën tha që kur të bëjmë na të pavarur në vitin 90, domethënë në janar të vitit 90, kur të bëjmë na të pavarur, kemi qenë personi i parë që kena me ta dhënë në shtetësinë Sloveni. Edhe ashtu ndodh? Edhe ashtu ndodh, po. Tanë mbas disa ditësh ma dhanë në shtetësinë, po pasaportën jugoslave që lëshojnë në Sloveni. Po. E mas një disa në prag të shpërthimit luftës, erdhe do inspektorat e sloven të sigurimit në banesë, më thirrën, me telefon, edhe e bëm një bisedë me ta, thanë nuk mujna me të siguru më, me të garantuar sigurima. Edhe do të rovim u largu prej Slovenisë? Do të rovim u largu. Shkove në? Masanej u ktheva ilegalisht kam jetu në Kosovë, në Maqedoninë, Shqipni, deri në vitin 93. Okej, e në Shqipëri, gjatë vitit 92, jeni angazhu për... Gjatë vitit Shqipni e kemi pas një projekt, në Ljubljanë, kom punu të në shashatën Migjeni. Gazetën Alternativa. Gazeta Alternativa Republika, po. Edhe këtu e kemi pas një projekt shumë interesant. Në Tiranë, në Shqipni. Në Kosovë, në Maqedoni dhe në Shqipni. E patëm një projekt që mendojnë që ka qenë një projekt jashtëzakonisht interesant, me bo një organizim politik në krejt trojet shqiptare, edhe me u angazhue në Kosovë, kënej edhe në këtë anën, domethënë, të shqiptare që ishim në Jugoslavi, me u angazhue Recep Qosja. Okej. Ndërsa në anën e Shqipnisë anej, me u angazhua Ismail Kadari. Këta pranun të dytë. I bënëm punë të përgatitjet, caktum datën, shkum në Shqipni atje, koordinimin atje e krynte në Ritanceka, një Ritanceka besoj këni dëgju, edhe Frok Qupi. Këni në Kosovë isha unë edhe disa tjerë. Ndërsa këto mundësit ne i ka bo një Remzi Bedrolli, një adhetar patriot shumë i madh prej Qallapekut të Lipjanit. Ai ka pas një agjencion të udhëtimeve në Zürich, në Zvicër, bashkë me Recep Sadrin. Këta i kanë financu udhëtimet e gjithë intelektualëve, mos i përmend emrin për emrin, që kanë vizitu Gjermaninë, Zvicrën, edhe kanë siguru transportin e tyre nëpër diasporë, me financat tyre këta. Edhe Kadareja erdhë prej Parisit në Tiranë. Qosja, unë e prita erdha prej Zvicrës, erdha në Shkup, Qosja doli deri në Shkup, shkum në Tiranë. Kur shkum atje te kufinin në Maqedoni, te Ohri aty, na pritën ata të Shqipnisë. Na pritën Shqipnisë, edhe tash po takohemi, i kishim informu mediat, ishte një takim që prite shumë interesant. Kur shkum atje, thanë, Kadareja nuk pëndon me u taku, sepse është i rrezikum prej Sali Berishës. Edhe në përshin planet krejt. Në Ritanceka, kish shkuen në Beograd. Qosja, me të aty, edhe në tjertë po bisedojmë, tash insistoj Ismail Kadarej, gjithqysh me u pa me Qosjen, unë ishe i mendimit mos me shku, thash, le këtë punë, deklarau, thash, keni ardhë në vizit në Tiranë, në vizit private. Po a i tha, jo, zban, edhe shkoj Qosja me disa tjeru takun me Kadarin, më sheft, në banest Kadares në Tiranë. Aty ka qenë një shqiptar që na ka organizuar neve pritjen me Qosjen një restoran në Tiranë. Aty me shpenzime me krejtaj, edhe fjetja, ushimi, aty takimet prej gjithë anëve të Shqipërisë vishin njerëzit me taku Qosjen aty. Edhe shqiptari i Kosovës. Qosja është. Jo, shqiptari i Kosovës ky. Shqiptari i Kosovës ai shefi i restoranit, po. Ai
edhe një Naim ishte Naim Jashari. Naim Jashari. Edhe që kë Bedrolli. Remzi Bedrolli, shiko, na njëshim të kërcumë Maqedoninë, Kosovën, Shqipëni, gjithka. Kë tha për me fillu punën... Me bo këtë organizim politik. Që shu da është mu qujtë kë? Ka pas në jamër kë organizim? Jo, vesh ishim përgadit që me bo, do më thonë, këtu egzistante një Unikombi, në krye me Halil Ali Demajn, ishte një, edhe ne ishte ai Hydayet Beqiri, një avokat, po na më ishim këto figurat më të larta kombëtare që qosja ishte njohur që kishte folur shumë për bashkimin kombëtar, Kadarea ndej, mendojshim na elitën, kreun, kulturës të paktën e kështu. Mirë, po çka ndodhi aty? Ai Remzi Bedrolli thotë kështu, masi s'po munin me majtë në Tiranë, thotë, ose në Prishtinë, ose në Shkup. Unë thotë po organizoj me majtë mbledhjen në aeroplan. Unë thotë e financoj edhe bashkë me Recep Sadrin. Besoj që dëgjojnë, ai Remziu s'është më ta gjallë, po dëgjojnë dëshmitarët, edhe thotë keni me fillu mbledhjen në aeroplan prej Cëriut në Tiranë. Atje në aeroport keni me pika një kafe, keni me u kthy prap në Cëri. Edhe me aeroplan andek ne deri sa ta përfundoni mbledhjen edhe marrëveshjen, edhe do të mbetet kjo në histori që mbledhja e këtyre krerëve të kombit shqiptar u majt në aeroplan se nuk ishte mundësi poshtë. Edhe tash Kadrea pra nuk doli, në Ritan Cekaj shkojnë në Beograd, unë shkruva një artikull gjatë në atë kohë, një artikull shumë i gjatë në koha jonë. Edhe botova e përshkruva krejt këto që jam thash sot, i kom botu dhe më thonë këto. Edhe da dështoj kjo punë. Po tash ka ndodhi. Natën na që dojshë më këthy për i Tiranës, u vra ai shqiptari, kosovar, që na priti neve në Tiranë. Naimi, ha? Naim Pajaziti. Pajaziti, po. Po, Naim Pajaziti. Naim Pajaziti u vra atje. Në Tiranë. Në Tiranë. Në lokalin e tij, që aty ku na kish prit me qosjen. Tash kë Remzi Bedrolli hyp në aeroplan, këse ka ditë çka ka ndodhur atje. Hyp në aeroplan prej Tiranës në Cëri. Kur shkon banesën e vet në Bazel, vritet edhe ky. Edhe që ta dy njerëz do më thonë u vran mas dështimit që ti takimit. Përpjekjes për me bo një organizim politik gjithë shqiptar për bashkim të... Gjithë shqiptar, po qëllimi kryesor ishte dhe më thonë me u angazhue njerëzit më të njoftën që ishin në atë kohë Qosja dhe Kadareja, andej edhe Knej Kufinit. Mas kësaj vitin 93, strehim politik në Gjermani. Unë e vendohu, dhe më thonë, u dështum këtë punë, edhe shiko, unë këtu në Kosovë vjetë isha ilegalisht për vitit 91. Mirë po, çka ish ma problematike, rrisha në Prishtinë, po kur shkojsha në Glavicën, në katunin tim, maksimumi gjysore e dishin policë që kom rri. Edhe vishin kontrollojshin në shtëpi. Edhe fillun me u frigu shumë vllaznit, pushërit e tjerë, për folej aty flite, i let largoj se po ja shohëm sherrin po vinë policë, edhe vendosa me shkuar në Gjermani dhe kërkova strehim politik, edhe ma njoftën strehimin politik, kur ju prezentova krejt, do më thonë që kisha punën, ma njoftën strehimin politik në dorë, me njerë. Vesh tanë prit 2 javë me ta dhonë pasaportën. Dhe prej 93 deri 99, se jemi krejt në fund, keni jetu në Gjermani, edhe aktiviteti juj? Aktiviteti im, do më thonë edhe i disa shokëve të mi, do më thonë që ishin në një drejtim e mu, ka qenë themelimi i organizimi shqiptarëve si komunitet, jo në parti politike. Do më thonë ishim kundër krijimit partive politike edhe përçamjeve që ato i bënin në diasporë. Me qëtë aktivitet jemi marrë kryesisht, masanej gjatë kohës kur shpërtheu lufta këtu sidomos mas tragjedisë në Prekaz, bërgjimtarët bën një presion jashtëzakonisht madh te qeveria Bukoshi, edhe te LPK-ja. Bën presion shumë të madh, mësyn njerëzit prej gjithë anëve të Gjermanisë me mrrije në selin ku i kish Bukoshi në God Badesberg, në Köln, domethënë,
e kishte një zyra informative quaj, pa aty ishte qeveria e Bukoshit. Aty ata e rrethun, bërën presion shumë të madh, edhe si rezultat i kësaj u të bun krerët e krejt në organizime politike. Unë shkova aty si përfaqësues i komunitetit shqiptar. Na dyshëm, jo në parti politike, po si komunitet shqiptar me organizu aty. Edhe e vendosëm aty që me shkri 2 fondet, këta vetëm në një fond. Ishte fondi 3%, edhe Vendlidhja Thret, edhe këto partit politike tjertë krejt me u bashku, me e kryum një trup, që me u interesu për me ndihmu Kosovën qatë kohë, dhe më thonë. Edhe Këshilli Emergjent. Edhe mu më zgjodhen kryetar aty, se unë isha pak i panshëm prej partive politike, edhe kështu mirë, po prej asaj dite. Qatë ditë, dhe më thonë, se ishëm të rrethum aty krejt me mërgjimtar, aty fillun me pru pare shumë. Fillun me pru pare mërgjimtarët me qanta, me, do më thonë, jo vetëm zyrë, që se zike zyre të prit dhe ato procedurat që i moshin, po në koridor, shkallëve të prit edhe në lokal që ishë për para asaj zyres, plot njerëz vullnetarisht pa i kërkush ndihma. Edhe u morën vesh, kur ja dham lajmin që na janë bashku krejt shqiptarët këtu çfarë gëzimit e ishin gjendje gjithçka me bu. Mirë po, tash këta, unë e besoj që qeveria Bukoshi dhe këta të LPK-s e kishin mendjen të fondet. Edhe kur i pan paret që po vinë, të nesërmen dolen me një komunikat këta të LPK-s, edhe thanë mjetet financiare duhet të derdhen vetëm në fondin e Vendlidhja Thret. Edhe u prish, u prish marrëveshja. Dhe shqiptarët mendoj vazhdojnë me dhënë pare për 3% veç, kush ka besu për fondin Vendlidhja Thret. Disa në atë fond, disa në fondin tjetër, disa në fondin 3%, disa në Vendlidhja Thret, disa në fondin e LDK-s, disa tjerë ju ndihmoshin katuneve, disa tjerë veneve kohë, do më thonë, u shka përderdhen krejt. Edhe Bukoshi shpalli mobilizim në veti të shqiptarëve. LPK-ja, ne mentu që kësë mobilizim në veti, i kryun, do më thonë, ja, këtë u bon ka struktura dy kashe, do më thonë. Gjithçka edhe vazhdum deri mas përfundimit të luftës. Kur përfundon lufta, ju ktheheni në Kosovë dhe jetoni deri në vitin 2015, kështu apo? Kur mas të jone, kur ktheva, kam qenë i angazhum në vitin 2000, në 99 jam kthy, në 2000 u angazhova në Aleancë, edhe u zgjodha si nën kryetari i komunës Lipjanit, në mandatin që do më thonë, nuk ishim kompetencë në atë kohë, edhe... U kthyti edhe në universitet? Në universitet... Si bashkëpunëtor jashtë? Bashkëpunëtor jashtë, pëse këta thëshin, që ata njerëz që mu më kishin, Serbia dhe më thonë, që në kish largu neve me Ukshinin, Halilin, shumë përpara, këta i patin largu 10 vjetë ma vonë, ta në këta kër u kthy neve nuk na pranojshin. Besoj e dini çfarë probleme ka pas Ukshini me u kthy në universitet, edhe nuk e kanë kthy. Në vitin 91 kur është pavarësu universiteti, e tmerrshme. Dhe prej vitit 2015 jetoni në Gjermani, apo jo? Po, në këtë vit pata një rast shëndetësor, një njep e pata të smut shumë, që u dashke me u operu në Gjermani, edhe shkova në Gjermani. Gati një dekadë jetoni tash atje. Po, tash atje. Për fund krejt, qysh e sheh Kosovën sot? Kosovën tash është kjo një temë shumë interesante, temë e veçantë, por Kosova sot ka një elitë politike me keqardhje, po them, shumë problematike. Elitë politike, këta persona, domethënë që janë kry, janë shumë problematik, edhe Kosova do ta ketë vështirë me këta. Këta janë të paaft njëre për marrëveshje. Këta nuk janë në gjendje me u marrëvesh njëri me tjetrin. Pastaj e dyta janë jo përfitimet materiale, jo pushtetje e tjera, edhe shkurt do më thonë, kjo është problemi më i madh i Kosovës. Shëmsi Reqica, ishte kënaqësi e jashtëzakonshme me bisedu bashkë me ty. Faleminderit shumë. Edhe për më ishte kënaqësi gjithashtu, mund t'ju them që për herë të parë kam dhënë një intervistë për ngjarjet e vitit 81 dhe për këto aktivitete të ju këtu. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë. Gjithashtu faleminderit.